Mafia shqiptare. Nëse do të thosha që mafia shqiptare është nga më të rrezikshme të botë, ju do ta besoni? Normal që jo. Por unë do t'ju tregoj disa fakte të pakundërshtueshme të shqiptarëve që nga kohrat e lashta. Nuk është përmburje, por janë fakte që i gjeni gjithandej. Megjithatë, unë dua t'ju rinfreskoj memorien disave që flasin ose kishin bërë disa komente, lexova disa komente dje, ku kishin folur për Manduron, që mendohet që një grup shqiptarësh mafioz që gjenden në Amerikën Latine mund të kenë kontribuar për kapjen, jo vetëm për kapjen e Maduros, por edhe për votimet, madje edhe për të shpërbër shtetin venezuelan. E di që dikush nga ju tani do filloj që thot çfarë thua ti, por duhet të dini që këto që do t'ju them tani janë fakte të pakundërshtueshme që i thon të tjerët, nuk i them unë dhe i gjeni gjithandej. Ndiqeni me kujdes. Kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish. Dhe ju falenderoj që jemi për bashk. Atëre, do t'ju flas për dje, për komentin e djeshëm. Pra, ne kemi bërë një video dje për sa i përket Maduros dhe mendohet që një grup shumë i rrezikshëm shqiptarësh gjenden në bile ka edhe disa emra që i gjeni online, por unë do t'ju flas kështu në përgjithësi sepse nuk dua të përmend asnjë. Tani, nuk është përmburje, por janë fakte, e përsëris edhe një herë. Në zonën e Amerikës Latine gjendet një grup mafiozësh që e gjeni dhe këtë si informacion nga më të rrezikshmet të botë. Dhe lista e tyre, shqiptarët gjenden në vendin e 6 parafërsisht. Pra në vendin e 6 si mafia më e rrezikshme. Por do t'ju them se përse dhe çfarë mendojnë të tjerët. Madje në Evropë mendohet që është në vendin e 8. Nuk e them unë këtë, e gjeni. Okay? Vox Investigation e kishte bërë, për shembull, me fjalë zëri i investigimeve, kishte bërë që shqiptarët janë në vendin e 3, qëndrojnë në vendin e 8. Vendi 8 është shumë. Megjithatë, ju keni edhe Nicola Graterin. Nicola Grateri, që është një prokurator italian, e thot publikisht që mafia shqiptare është nga më të rrezikshmet në botë. E gjeni këtë. Kemi bërë edhe një mision për këtë. Dhe pse po ju flas për këtë? Sepse në zgjedhjet që bëri Maduro vitin e kaluar, tregohet që kanë ndërhyrë shqiptarët, e ka thënë vetë Maduro, nuk e them unë. Pra këto janë fakte që i gjeni gjithandej. E ka thënë që këtu janë futur mafiozët shqiptarë. Tani, pse po flasim për këtë? Po flasim sepse që nga kohrat e ilirëve ka patur, si mund të quhen, njerëz kryesisht shqiptar, pra që kanë nxjerrë këtë, si mund të quhet, këtë vrullin për të luftuar për të tjerët. Ose unë e bëj këtë, të quajtur mercenar. Pra mercenarët e parë tregohet se kanë qenë ilirët. Nuk është se them unë, e gjeni këtë. Bile kanë luftuar edhe për zonat e romakëve, për romakët, kanë luftuar edhe për slavët, kanë luftuar edhe për grekët, kanë luftuar për këdo. Sepse kur i flisnin, ata shkonin. Ju keni Bajronin për shembull, edhe Bajroni flet për mercenarët shqiptarë dhe për burrat shqiptarë që ishin vërtet të egër. E thoshte edhe Napoleon Bonaparte, që ne dim shumë mirë që Napoleon Bonaparte ishte arbresh. Dhe origjinën arbreshët që ai kishte lindur nga familja, ishin nga Fterra. Këto nuk është se i them unë i gjeni gjithandej, por edhe vet Napoleoni ishte një mercenar. Pra e vendosën për të bërë atë që bëri. Megjithatë, përveç kësaj, Bajroni e thot publikisht dhe në për libra të tjera, gjeni që shqiptarët kanë qenë që nga kohrat e lashta, biles ndërtuan edhe shtetin grek. Bile tregohet që kanë dhënë kontributin e tyre edhe në Serbi, në Itali, ku ta di unë. Pra që nga kohrat e lashta po them, por tani të shikojmë tani në momentet e fundit që flitet për këtë. Nicola Grateri, që është thash një prokurator italian dhe është një gjyqtar i lartë, ai thot publikisht që mafia shqiptare nuk është një mafie do si do, por është një organizat kriminale. Dhe dini se çfarë bën? Thot ai, e keni, e gjeni këtë videon, biles ai ka bërë disa video të tilla, ku tregon se çfarë ka ndodhur. Dhe do t'ju them një. Ai thot që mafia shqiptare është e kapur gjithandej dhe është nga më të rrezikshme sepse nuk bëjnë mafje si bëjnë italianët. Jo, por shqiptarët, thot ai, organizatat shqiptare janë, thot, si quhen organizata kriminale dhe jo mafioze, pra kanë një ndryshim të madh këtu, pra jo mafioze por kriminale, sepse merren me drogë, me prostitucion, me si quhet, me shitje
njerëzish, me vrasje, me fjalë mercenar, me të gjitha që të tjerët nuk e bëjnë. Për shembull, mafia italiane nuk e bën. Për shembull, sepse mafia italiane ka një mënyrë tjetër. Pra, mafia italiane merret direkt me personin, nëse ndodh diçka, thot këtë mos e dhe të paralajmëron një herë, dy herë, pastaj thot, ok, nëse nuk e kupton, atëherë mund të qellojnë. Por respektojnë disa rregulla. Kurse siç thot ky Gratteri, thot që nuk respektojnë asgjë thot. Mafiozët shqiptar thot i quajnë mafioz, por janë grup kriminal thot, sepse bëjnë çfarë t'u dali përpara. Dhe shumë prej jush e din shumë mirë që nga vitet 90 shqiptarët janë zënë vendin e parë për sa i përket prostitucionit. Apo jo? Pastaj vinë rumunët e tjerët. Kjo është thënë ligjërisht. Dhe kur flasim për një organizat kriminale, si thot ky Gratteri, por nuk e thot vetëm ky, e ka thënë edhe Saviano, për Roberto Saviano, nëse mbani mend, por të tjerë edhe e tha Manduro para pak kohësh, e kanë thënë edhe në Greqi, e kanë thënë edhe ministra greke kanë thënë se që në Greqi vendosin ligjin shqiptarët, edhe në përburgje, biles ata që janë në përburgje. Pra, këto të dhëna, ato që pat dije, që thash në atë videon që kemi bërë për Mandurën, nuk shtova asgjë, përkundrazi. Ka disa gjëra që nuk mund të thuhen publikisht. Nuk mund të thuhen sepse janë tepër të rënda, për një fjalë, nuk munden. Nuk munden, por këto janë informacioni që ju i gjeni. I gjeni sepse i keni gjithandej. Por si që thash, që nga kohrat e ilirëve, gjeni fakte të pakundërshtueshme të shkruara e zezë mi të bardhë të shqiptarëve që tregojnë që kanë qenë mercenarët e parë. Që atëherë tregohet fjalë për fjalë thuhet mercenar, sepse ishin të parët që edhe janë ende sot, që nuk bëhen mes njëri tjetrit, vrasin njëri tjetrin dhe nëse i flet dikush përpara e bëjnë, nuk e kanë problem. Janë gjaknxekt, të gjitha thonë këtë, janë për çfarë të doni ju. Pra, nuk është një shembull i mirë, por megjithatë ky është një fakt. Bile një italian para disa kohësh më tregonte për një diçka që unë mbeta pa fjalë, tha ai. Kishte shkuar në Shqipëri dhe meqense gjendej atje, tha, çoj makinën, e kishte bërë disa poste ai për të çuar makinën për ta shitur, sepse ishte një makinë që ai nuk e mbante më, dhe meqense ndryshuan ligjet, shkoi atje. Dhe njëri pa e njohur fare, pa i thënë, i tha vetëm për makinën, folën 2 minuta për makinë dhe i tha, dëgjoj, tha, do tha që të sjell, tha, ca nga ajo gjeja, tha, e bardh apo si e do, tha, apo e do bar. Ti sjell, tha, pa problem. Ti vetëm më thuaj vendit, tha, ti sjell, tha, nëse ti mund ta shesësh. Tha, jo, unë si bëj këto, tha, i çaj këto. Po nuk doja të flisja më, tha, sepse kisha frikë. Dhe aty një shqiptar, një shoku ynë, teksa flisnin, edhe ky gjendet këtu në Itali, tha një fjalë. Tha, po thuaj, tha, gjysma e shqiptare, tha, bëjnë atë punë. I tha këtij italian. U ktheva nga ai, thash, çfarë thuaj, thash. Të paktën mos ja thuaj këtij, thash, nëse është turp. Po kur folëm bashkë, tha, çfarë 50%, tha. Janë më shumë na dir, tha. Mua më tha, më vjen turp ndonjëherë, tha, po kjo është e vërtetë, tha. Që 50% e shqiptarëve, ndoshta edhe më shumë, tha, bëjnë këtë punë. Kudo që janë. Pra në Shqipëri, në Gjermani, në Zvicër, në Itali, në Greqi, pjesa dërmuese bëjnë këtë. Tani, ai ndoshta egzagjeroj, por këto janë fakte. Pra nuk është se shpika gjë unë kur i thash dje që Manduro është e ka thënë publikisht që mafia shqiptare kanë po bëjnë ç'është e mundur që të rrëzojnë pushtetin. Sepse duhet të dini, po them diçka, okay? Duhet të dini që dikush u kishte thënë, ndoshta, që këta, pra një pjesë prej tyre, të bënin një lëvizje, sepse nëse keni vënë re, kur kapin dikë, qëllojnë atje që të kapin këtë. Sepse janë disa teknika ose disa taktika për ta çorientuar publikun, njëkohësisht edhe atë që kanë ndërmend që të kapin. Atë që bën shqiptarët. Çorientuan në atë moment. Çorientuan me drogën, çorientuan me disa lëvizje që bën, çorientuan me disa nejse, nuk mundem.
por po thosha, u bën, kjo është e vërtet, nuk është se e them unë. Përveç se e tha Manduro, e gjeni, gjithandej, janë informacione dhe nuk ka nevojë që shumë prej atyre komenteve që lexova të jenë ofenduese. S'ka nevojë që të jenë ofenduese, duke u sharë me njëri tjetrin, po tani nuk është një i zgjuar kur bëjmë diskutime të tilla, çdo lloj diskutimi, një i zgjuar mundohet që të ta vërtetoj me fakte. Kto që ju thash unë, nuk është se ja u thash unë vetëm ja u përcjell, por i gjeni gjithandej thash që nga kohrat e lashta, i gjeni për libra. Me një fjalë që nga romakët i shkruanin këto, që ilirët, pastaj arbrorët e Meradh, pastaj edhe mendohet edhe Skënderbeu ishte i tillë. Mendohet, thuhet që ai bëri këtë. Pra e bëri për hir të Vatikanit apo e bëri për hir të Turqisë apo kushdo qoftë. Ne na pëlqen që të themi për e di që do kush ka ju tani se unë jam i pari që jam tifoz i kësaj që e bëri për dashurinë e vendit. Dakord. Por ka shumë teori që në fundit thonë që ishte një mercenar. Megjithatë, unë nuk dua të zgjatem në këtë, por dua të zgjatem vetëm tek një fakt që në këto që ju thash, shqiptarët janë vërtet një organizat kriminele. Pra nuk janë mafioz, por janë një organizat kriminale dhe kanë të drejtë, ai Nikola Grateri që thonë, sepse merren me çdo gjë, nëse i thua diçka ti e bën, çdo gjë e bën shqiptari. Dhe është i nxehtë e bën, mund të vrasë për asgjë, pra nuk e mendon. Nuk e mendon që jeta e tij nga ai moment mori fund. Nuk e mendon. Virin i re. Shqiptarët janë shpërbër në një kohë shumë të shkurtër, virin i re. Dhe kanë mbetur 2,5 milionë në Shqipëri, vetëm në Shqipëri. Po shikoni rreth e rreth, edhe në vendet ku gjeten, janë neutralizuar. Pse? Sepse nuk bëhen mes njëri tjetrit, bëhen për të tjerët, bëjnë për të tjerët. Pra, nëse keni vënë re, këto marrëdhënie që kanë shqiptarët me të huajt janë ndryshe me ato që kanë mes tyre. Dhe kjo është për të ardhur keq. Pra, nuk janë, këto janë fakte të pakundërshtueshme. Megjithatë, unë do të dëshiroja një komentin tuaj, çfarë mendimi keni për këto të dhëna që ju thash, për këto argumenta? Çfarë mendimi keni për këtë, çfarë mendimi keni për Manduro dhe gjëja më e rëndësishme, çfarë mendimi keni për këtë që ju thash tani? Pra, është e vërtet sipas këtij prokuratorit italian që shqiptarët janë një organizat kriminale, kudo që janë, ata që merren me këto punë, apo nuk ka të drejtë ai, ju si thoni. Pra, merren me çdo gjë shqiptarët, po apo jo? Pa dyshim shumë për ju shedin, disa nuk flasin, por unë do të dëshiroja një komentin tuaj. Tani pres komentet tuaja. Kalofshi bukur.